Jashpër është treguar Vangjel Dule kur ka folur për politikat e qeverisë shqiptare si dhe për respektimin e minoritetit. Ai ka kërkuar ndryshimin e kursit në marrëdhëniet me Greqinë. Jashpër është treguar Vangjel Dule kur ka folur për politikat e qeverisë shqiptare për respektimin e minoritetit. Ai ka kërkuar ndryshimin e kursit në marrëdhëniet me Greqinë, ndërsa përfaqësuesi i kryeministrit grek ka shkuar edhe më tej, duke kërkuar ministra minoritar në qeveri. Shumica dërmuese e popullit shqiptar është i pakënaqur me nivelin e marrëdhënieve, të cilat artificialisht mbahen në nivele të kontrolluara, qeverin Rama dhe Tsipras, të cilat po tregohen të paafta për të administruar optimalisht dinamikën që ekzistojnë midis dy vendeve në favor të tyre. Këto janë fenomene shumë hakmarrëse në politikën e jashtme dhe ne shpresojmë se kursi i saj do të jetë në ndryshim. Sado që të jenë votat e gjoja nacionalistëve, kostoja shumë e madhe për vetveten tonë. Në kongresin e PBDN-s, u ngrit dhe shqetësimi për abuzimin me pronat e minoritetit grek, por kryeministri është kundërpërgjigjur me një shembull të pak viteve më parë. I ka dalë pronari teatrit antik të Butrintit. Njësoj si dali pronari i Akropolit. Njësoj si dali pronari i Akropolit në Athinë,